Në një muaj që simbolizon sakrificën, solidaritetin dhe përkujdesin për të nevojshmit, Fondacioni Rinisë Islame dhe Suis ECI kanë shënuar një etapë të re në veprimtarinë e tyre humanitare. Ky vit ka shënuar një hap të madh përpara. Ndihmat dhe investimet e tyre nuk janë kufizuar më vetëm në trevat shqiptare, por kanë arritur deri në Uganda, ku në një kohë të shkurtër janë ndërtuar 7 bunare, duke siguruar qasje në ujë të pishëm për komunitetet lokale. Në kuadër të aktiviteteve humanitare, janë organizuar 29 iftare për mbi 300 fëmijë secili, janë prerë 41 hakika dhe janë shpërndarë mbi 400 pakome ndihma, të cilat përbëjnë shportat e Ramazanit, me një vlerë totale prej 39.320 euro. Ky angazhim nuk ndalet në Uganda. Në trevat shqipfolse, përfshirë Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi, janë shpërndarë mbi 1100 shporta ushqimore, duke dhënë mbështetje për familjet më të rrezikuara dhe duke forcuar solidaritetin ndërkufitar të komunitetit musliman. Përveç shpërndarjes së ndihmave ushqimore, fondacionet vazhdojnë të investojnë në infrastrukturë sociale dhe edukative, ndërtim dhe rinovim të shkollave, institucioneve, xhamive dhe rrugëve, duke krijuar një impakt afatgjatë në jetën e komuniteteve. Ky angazhim e vendos Fondacionin e Rinisë Islame dhe Suis ECI ndër organizatat më aktive dhe të besueshme humanitare me seli në Zvicër, duke demonstruar një model të shkëlqyer bashkëpunimi, përkushtimi dhe solidariteti global. Ky Ramazan i veçantë tregon se bamirësia nuk njeh kufi fizik, social apo ekonomik, dhe se investimi në nevojtar është një rrugë për të fuqizuar shoqërinë dhe shpresën në të ardhmen. Gjithashtu, fondacionet falenderojnë të gjithë donatorët që kontribuan në këtë sukses të padiskutueshëm dhe i fton ato që të dhurojnë edhe në të ardhmen, sepse fondacionet ju sigurojnë që donacionet e tyre kanë shkuar dhe do të shkojnë të sigurta aty ku me të vërtet ka njerëz në nevojë.